Republikës Kosovës në Zurich. Faleminderit. Të nderuar pranishëm, nderuar zotëri Musa Jupulli, nderuar zotëri Nuhe Zolli, të nderuar mosafir, ardashës, dashamirë të librit, i dashur profesor Prend. Është nderi veçantë për mua si konsulli i Republikës Kosovës në Zurich të jem pjesë e kësaj mbrëmje kulturore ku nderojmë një nga figurat më të shuara të letrave shqipe. Profesor Buzhala është një zë i fuqishëm i mendimit kritik, një krijues me peshë të veçantë kombëtare dhe një shembull i qëndresës intelektuale në kohë të vështira. Me mbi 100 vepra të botuara dhe një jetë të tërë në shërbim të gjuhës, arsimit dhe kulturës sonë, ai është një pasuri kombëtare. E falenderojmë nga zemra për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, edhe gjithashtu e falenderoj lidhjen e krijuesve shqiptar në Mërgat dhe shoqatën Nana Teresë për këtë nismë shumë të çmuar. I nderuar profesor, ju urojmë shumë shëndet dhe ju falenderojmë për gjithçka që keni bërë dhe jepni ende ku mbi